Në këtë rast, ju si e shikoni vijimin e kësaj përplasje, deri ku mund të shkojë? Kjo do jetë një fitore e Iranit, po me kosto të lartë. Që do të thotë? Që do thotë Amerikanët do humbasin luftën atje dhe do të rriqen. Dhe pasaj mjerë Izraeli. Dhe pasaj mjerë Izraeli. Ju thoni që mund të tërhiqet ashtu si që u tërhoq nga Afganistani? Eksakt. Se lufta atomike bërthamore Izraeli nuk mëndot, se lë njeri. Se lën shtetet e tjera të mbyshin botën gjakaj. Kështu që unë kështu e shikoj. Unë do dojë dhe mrekullira, po unë kështu e shikoj. Në këtë rast, sa i përket këtij konflikti, a mendoni se pas Iranit, se ju e shprehë deri diku, qëndron qoftë Rusia, por sidomos Kina, ku së fundmi është raportuar se është kapur një satelit spiun i cili ka zbardhur pikat e bazave amerikane në lindjen e mesme, të cilat u goditur më pas dhe nga Irani. Kina ka interesa jetike në Iran, zotëri. Kina ka një industri të llashtatshme, një zhvillim industrial shumë të madh, dhe përpasoj ka nevojë për energji. Pra, energjinë ku do ta marrë? Do ta marrë në Iran. Dhe Amerika nuk mund të ndërpres dot energjinë dhe furnizimin dhe rrugkalimin Kinës për të vajtur të marrë naftën atë sikur si po ndodh për ditë. Anijet kineze shkojnë e furnizohen. Pra, Amerika nëse do vazhdoj që të godas interesat kineze në gjirin e Hormuzit dhe në Iran, atëherë duhet të presi goditjen e Tajvanit nga Kina. A mund të ketë një përplasje direkte mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës në këtë rast? Padyshim nëse Kina do sulmoj atë Tajvanin, patjetër që Amerika do shkojë ta mbrojë. Se cili do jetë fundi nuk e di. Se parashikoj do. Por është e pamundur që Kina të presi dhe të duroj dhe të përshtatet me blokadën që i bën Amerika direkt industrisë kineze duke i ndaluar furnizimin me naftë nga Irani dhe gaz natyror. Ndërkohë, teksa ka përpjekje për bisedime, por edhe në negociatat e fundit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaronte se ai do të vazhdonte luftën me Iranin pavarësisht se si shkonin negociatat. Në këtë rast, çfarë është kjo sjellje e Netanyahut kundrejt përpjekjeve për negociata nga një anë dhe ku nga ana tjetër ky thotë se do të vijojë luftën? Çfarë kërkon ai? Ku kërkon të arrijë? Ai kërkon të bëjë luftë botërore. Politika e tij dhe këmbgulja e tij është drejt përshkallëzimit të luftës botërore, për të një lufte bërthamore. Se sa do ta hanë këtë karem të Netanyahut, politikanët amerikanë, nuk e di. Deri tani e kanë situatën jashtëzakonisht të rëndë dhe në dëm të interesave amerikane. Asnjë s'ka fituar Amerika deri tani. Asnjë deri atje. Thjesht ka shkatëruar objekte civile në Iran, ka bërë dëme kolosale, por që janë dëme që rikuperohen për një kohë shumë të shkurtër. Për 10 vjet Irani e merr veten. Zoti Islami, në analizat që bëhen në mediat izraelite shkruhet se Turqia mund të jetë Irani i ri në rajonin e lindjes mesme, duke qenë se ajo ka një peshë specifike në këtë rast. A mendoni se Izraeli është duke u përpjekur që ta tërheqë Turqinë në një konflikt për ta zgjeruar edhe më tej këtë që po shohim aktualisht? Izraeli e di mirë që me Turqinë nuk fiton dot luftë. Izraeli e di mirë që Turqia, meqense është vend kufitar, mund të dërgojë në Izrael 2 milion ushtarë, si është deklaruar kjo nga presidenti turk. E di mirë, është po nga smoj Turqinë, do thotë që vendosi vetvrasje përfundimtare. Dhe unë shpresoj që ai nga të filloj luftën me Turqinë që të qërohet njëre mirë nga politika dhe nga paqja e dheut. Ajo është një grop e zezë që
i shkakton dëme dhe dhimbje të mëdha gjithë planetit. Në këtë rast, ju si e shikoni superfuqinë ushtarake të Turqisë, a do jetë ajo që do të dominojë në vëimësi rajonin e lindjes mesme? Pa diskutim, sepse Turqia ka dhe armatim ajror, aviacion dhe armë raketore, ka dhe ushtri, ka dhe numrin e ushtarëve, e ka dhe faret kollajt që të sulmojnë nga deti, nga ajri dhe nga toka Izraelin. Ja zë frymën. Ja zë frymën, se prandaj them, inshallah do Zoti dhe e çon Netanyahu të hyjë në luftë me Turqinë. Se mos harroni që Turqia është vend i NATO-s. Dhe Izraeli pastaj do të detyrohet të hyjë në luftë me vendet e tjera të NATO-s. Zoti Islami, në gjithë këtë konflikt, pra që paraqet një rrezik shumë të madh dhe mund të preket dhe rajoni Ballkanit në një rast hipotetik ose nëse mund zjerohet. Në këtë rast, çfarë po bëjnë vetë shqiptarët? Sa të përgatitur janë për një konflikt mundshëm që mund të vijë në rajonin e Ballkanit perëndimor? Mos pyet për njerëz të vdekur e të pambuluar. Bënoj pyetje tjetër, të lutem. Unë dua pikpamjen tënde si e shikon aspektin ushtarak qoftë Kosovës, të Shqipërisë. Ku ke ushtri dhe armatim në Shqipëri, ne kemi thënë. Shqipëria është me duar në xhepe. Shqipëria është me duar në xhepe. Kur të doj hyn greku dhe s'ke që bën, vetëm që se ndalojnë amerikanët, kur të doj hyn dhe serbi, vetëm se ndalojnë amerikanët. Ku ke Shqipëri? Ku ke ushtri? Çfarë ke në Shqipëri? Mos i thoni këto gjëra se bendon dhe populli se kur jemi të fuqishëm dhe mund të mbrohemi. Jo për zotëri, jo, na ka lënë lakurik me duar në xhepa neve kur thoshte dikur një basolet në Shqipëri në vitet e komunizmit. S'kemi asnjë gjë që ta kundërshtojmë. Fare, hiç. Po nëse Amerika, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tërhiqen nga NATO, siç ka paralajmëruar deri diku edhe Donald Trump, çfarë e pret Shqipërinë në këtë rast? Shqipëria ka marrë garanci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do jetë në nëmbrellën amerikane. Këtë e besoj. Nga kjo nuk e i dore, e besoj që mund të ndodhë kështu. Megjithatë do presim të shohim. Po nëse tërhiqet nga NATO? Dhe të tërhiqet për në madh. Po do të thotë që ombrella që ushtarake që ekziston mbi ne i bie që nuk është e NATO-s, është amerikane, nuk është e NATO-s. Jo zotëri, nuk është e NATO-s, është amerikane. Nuk është ombrella e NATO-s, ajo që na mbron neve, është ombrella amerikane. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pjesë e NATO-s, kështu që në këtë mënyrë pra në qoftë që sipas Nenit 5 jemi të mbrojtur nga NATO. Jo, pra që thashë një tjetër, shkrihet, nuk ikën apo nuk ikën Amerika nga NATO, Amerika mbron Shqipërinë. Pik. Ka forcat amerikane në Kosovë, ka në dorë bazën ushtarake të Kuçovës, të cilën për mendimin tim duhet ta modernizoj me avion modern dhe me raketa edhe për të mbrojtur, edhe për të sulmuar nëse na ngasmojnë, nëse tentojnë ata komshit që të na qellojnë, të hyjnë në territorin shqiptar, por atë në mbështetjen amerikane e besoj absolutisht. Pra kjo shpjegon sjelljen e një ish generali si ambasador në Shqipëri, pra që është bërë si propozim deri tani. Do jetë veprim shumë i mirë nëse do bilatohet në Senati dhe Kongresi Amerikan dhe e vit filloi detyrën këtu. Zoti Islami, presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova përbëjnë një kërcënim për vetë Serbinë dhe në një farë mënyrë ka bërë thirrje edhe për armatosje, pra për forcimin e sigurisë së Serbisë. Në këtë rast sa kërcënohet vërtet Serbia nga këto tre vende, duke qenë se kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi në fushën ushtarake, apo në këtë rast është thjesht propagandë e vetë Serbisë? Është një mashtrim që ai bën për opinionin publik ndërkombëtar për të thënë që shikoj se mua më kërcënojnë Kosova dhe Shqipëria dhe Kroacia. Asnjë nga këto shtete nuk ka si bën atje.
Serbisë. Serbia është armatosur deri në dhëmbë, po armatoset ditë për ditë me armë moderne nga Kina dhe nga Rusia. Serbia është rri me një këmbë në perëndim, me një këmbë në lindje. Nuk bën dot Serbia, sepse Serbia e pa në 99 se që gjeti, që gati u rrafshua Beogradi. Kështu që atë ka për konsum propagandistik dhe për zgjedhje përfitore politike në vendin e tij në Serbi. Po nga ana tjetër, sa rrezikohet vetë Shqipëria nga Greqia dhe vetë Kosova nga Serbia, duke qenë se Beogradi po furnizohet me raketa nga Rusia dhe nga Kina? Jemi të zbuluar. Jemi tërësisht të rrezikuar. Në mbron, nga ata, po të mos ishte Amerika, ne tani do ishim qëruar me kohë, me këtë tradhti që i ka bërë politika shqiptare, populli shqiptar, duke e armatosur tërësisht, 100%. Po çfarë duhet bërë në këtë drejtim? Të përmbysim klikën kujslinge që drejton sot Shqipërinë, se kjo është nuk gjen fjalë të shprehesh. E shikojmë që janë tradhtar, e shikojmë që na shkelin, e shikojmë që janë anti-shqiptar, e shikojmë që i shërbejnë interesave të huajve dhe rri me flëm. Këtë s'po kuptojmë me neve. Çfarë na ka gjetur? Po kur do zgjohen shqiptarët? Kur nuk do zgjohen, ashtu e disi më mirë të qërohen fare se sa të jenë të vdekur e të pamulluar kështu. Po në këtë rast, duke qenë se jemi përballë kësaj situate, a ka një zgjidhje në mënyrën se si qeveriset Shqipëria, qoftë në aspektin politik dhe të gjithë sektorëve, po në këtë rast të atij ushtarak, cila duhet të jetë strategjia kombëtare që duhet ndjek vetë Shqipëria? Strategjia kombëtare duhet të jetë kjo që e thash edhe përpara dhe po riformuloj prapë tash. Një kryengritje e përgjithshme kundër komunizmit në Shqipëri, kundër komunistëve shqiptarë në pushtet, kundër komunistëve shqiptarë në politik, përmbysje e tyre komplet, të zhduken të dalin nga Shqipëria, të burgosen, të internohen, të shpëtojë Shqipëria dhe të dalë një qeveri shqiptare e unitetit kombëtar, të bashkohen troje shqiptare të ndara nga Londra në 1913, të krijohet një shtet shqiptar i fortë, ushtarakisht, ekonomikisht, politikisht. Kjo është zgjidhja. Po na ndihmojnë amerikanët të bëjmë këtë, na kanë shpëtuar. Zoti Islami, dhe pyetja e fundit, sa gjasa ka që trojet shqiptare të bashkohen në një të vetme, dhe si e shikoni faktin që Albin Kurti e ka harruar fare tezën e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë? Marrën urdhra nga Serbia të gjithë. Marrën urdhra që të mos bëhet, se si pengon gjë. Praktikisht me Kosovën e s'ke pse të kemi kufi. Qa kufi duhet të ketë? Pse duhet jetë ai kufi? S'na ka thënë Albin Kurti pse duhet jetë ai kufi me Shqipërinë. S'na ka thënë pse ka pikë doganore atje. Një referendum i bashkon trojet dhe vate mbaroi. Por në shqiptarve në mënyrën më fashiste na është ndaluar referendumi. Po çfarë po fsheh Albin Kurti në këtë rast që nuk e përmend më tezën e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë? Nuk e di, dyshoj që është tradhti. Vetëm kaq. Vetëm kaq.